Eksperti ushqimor habit me deklaratën mishi pulës në laborator është më i shishëm se sa i bioja sekreti. Eksperti i industrisë ushqimore Abdul Sinani ka çuditur me deklaratën që ka dhënë në media. Ai shprehur se mishi pulës i krijuar në laborator është më i shishëm se ai bio në natyrë. Sinani tha gjithashtu se në laborator mishit i hidhen të gjitha vitaminat, lëndët minerale dhe proteinat që janë të nevojshme për organizmin e njeriut. Në vitin 2015 kanë filluar të bëhen provat e para në laboratore për mishin duke marrë nga muskujt e pulës ose të mishit të gjallë, i dërgojnë në reaktorët bioaktiv ku pastaj bëhet mishi. E gjithë qeliza aty rritet, vetëm mishi dhe ky mish, ndryshe nga ai në natyrë, plotson të gjitha ato që kërkohen për organizmin e njeriut. Hidhen vitaminat, hidhen të gjitha lëndët minerale, proteinat. Bëhen ashtu sipas kërkesës që ka konsumatori. Ndërsa te pularit në natyrë nuk i arrin dot këto. Pularit kanë edhe rrezikun e salmonelës dhe sëmundjeve të tjera. Kjo rregullon edhe shijen shumë të mirë të mishit. Nuk mungon fare shija, bëhet më e shishme. Detyra e parë shija që ta pëlqejnë njerëzit. Më pas vijnë edhe konsistencat, vijnë cilësia që ka brenda dhe se si do ta përdorësh, ka theksuar ai. Administrata amerikane e ushqimit dhe barnave FDA ka vlerësuar se mishi i rritur në laborator i një kompanie në Kaliforni është i sigurt për t'u ngrënë. FDA e bëri njoftimin e saj fillestar para tregtimit të një produkti të tillë të bërë nga qeliza të kultivuara të kafshëve. Mishi i rritur në laborator, i cili gjithashtu quhet mish i bazuar në qeliza, është mish i bërë duke përdorur qeliza shtazore.